Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u shpreh në muajin shkurt se donte që Ukraina t'i furnizonte vendin me minerale të rralla në këmbim të mbështetjes financiare ndaj Kievit në përpjekje të luftës kundër Rusisë. Ky koment duket se përputhet me një pjesë një strategjie lufte të njohur si plani i fitores që presidenti Volodymyr Zelensky u paraqiti aleatëve të Kievit përfshirë Donald Trump vitin e kaluar. Ndër të tjera, plani propozon arritjen e marrëveshjeve me partnerë të huaj për të siguruar akses të përbashkët në burimet strategjikisht të vlefshme të Ukrainës. Nuk ishte menjëherë qartë nëse Trump po i referoi të gjitha llojeve të mineraleve kritike apo vetëm mineraleve të rralla. Ai tha se Shtetet e Bashkuara po kërkonin të bënin një marrëveshje me Ukrainën për mineralet e tyre të rralla. Dherat e rrallë janë një grup prej 17 metalesh që përdoren për të bërë magnete që e kthejnë energji në lëvizje për automjete elektrike, telefona celular, sistemet e raketave dhe pajisje të tjera elektronike. Gjeografia dhe bashkëpunëtorja vjetër në Institutin për Shkencat Humane, Julie Klinger, shpjegon se këta element nuk janë në të vërtetë rrallë. Rare earth elements are not rare. They're actually relatively common in the Earth's crust. But elementet e rrallë të tokës nuk janë të rrallë. Ata në fakt janë relativisht të zakonshëm në korën e tokës, por vendet që kanë energjinë dhe kuadrin rregullator që është i përshtatshëm për përpunim dhe rafinim me kosto më të ulët, që do të thotë me rrezik më të madh social dhe mjedisor, në pjesën e dytë të shekullit të 20 u bën gjithnjë më të pakta. Dhe kjo është arsyeja pse gjatë pjesës së dytë të shekullit të 20 dhe në fillim të shekullit të 21, prodhimi u largua nga perëndimi dhe u përqendrua në Kinë. Gjatë dekadës së fundit ka pasur përpjekje të gjera dhe të përbashkëta për të rifilluar përpunimin e mineraleve të rralla në SBA, Kanada, Australi dhe në shumë vende të tjera. So the term rare earth elements, it refers to Termi element të rrallë të tokës i referohet 17 elementeve kimikisht të ngjashëm brenda serisë së lantanideve. Pra, nëse mund ta imagjinoni tabelën periodike, është ajo vija në fund. Elementet 57 deri në 71 plus skandiumi dhe itriumi. Elementet e rrallë të tokës nuk janë me të vërtetë të rrallë. Ata e kanë mbajtur këtë emër që nga fundi i shekullit të 17. Ata përdoren në të gjitha llojet e elektronikës, teknologjive dhe lidhjeve me performancë të lartë. Shpesh përshkruan si vitaminat ose erzat e industrisë, sepse gjatë disa dekadave të fundit, nëpërmjet përparimeve në shkencën e materialeve, kanë mundësuar që teknologjitë tona të bëhen më të vogla, më të shpejta, më të forta dhe më elastike. Rare earths are used in just about every technological application you can think of. So if you picture your cell phone or medical technology or military technology or energy generation. Elementet e rrallë të tokës përdoren në pothuajse çdo aplikim teknologjik që mund të mendoni. Pra, nëse imagjinoni telefonin tuaj celular ose teknologjinë mjekësore apo teknologjinë ushtarake, teknologjinë e gjenerimit të energjisë ose rafinimin e naftës, elementet e rrallë të tokës ka të ngjarë të kenë një rol në këto teknologji. Pra, një shembull mund të jetë elementi cerium. Vetëm ky element ka kaq shumë funksione të ndryshme sa mendoj se ilustron diversitetin e zbatimeve për të gjithë 17 elementet e rrallë të tokës. Ceriumi, nëse imagjinoni ndoshta shtëpinë e gjyshërve tuaj, mund të ketë një qelçi dekorativ roz. Janë syzet me ngjyrë roz që disa njerëzve u pëlqejnë të mbajnë. Ky pigment jepet nga ceriumi. Ky element vepron gjithashtu si një amplifikator sinjali në kablot transoceanike me fibra optike. Çdo 30 kilometra ose më shumë në një kablo me fibra optike ka pak cerium dhe kjo përshpejton sinjalin. Mundëson komunikimet ndërkombëtare dhe globale në internet. I njëjti pigment i kuq dhe vetia e amplifikimit të sinjalit e bëjnë ceriumin një element shumë të rëndësishëm që përdoret në lazer, i cili mund të përdoret për gjithçka, nga aplikimet kirurgjikale deri te sistemet e udhëzimit për raketa dhe bomba inteligjente. Element that's used in lasers that are used for everything from surgical applications to guidance systems for missiles and smart bombs. Kina është prodhuesi më i madh në botë i metaleve të rralla dhe shumë mineraleve të tjera kritike. Kina përbën rreth 60% të prodhimit global të minjerave të mineraleve të rralla të tokës, por pjesa e saj rritet në 90% të prodhimit të mineraleve të rralla të përpunuara dhe magneteve. It has proven challenging.
Ka rezultuar sfiduese jo vetëm sepse nxjerrja dhe përpunimi i metaleve të rralla kërkon shumë energji, por është edhe shumë i kushtueshëm për mjedisin. Kur përpiqesh të rifillosh një proces industrial në një vend që nuk e ka pasur për 20 ose 30 vjet, ka shumë gjëra që duhen bërë për të rikuperuar. Një pjesë e madhe e ekspertizës për rafinimin dhe përpunimin është aktualisht në Kinë. Dhe kjo ka kuptim, sepse pjesa më e madhe e përpunimit me vlerë të shtuar ka ndodhur në Kinë gjatë dekadave të fundit. Trump ka shprehur gjithashtu interes për ta bërë Groenlandën një territor autonom i Danimarkës, i cili gjithashtu ndodhet në depozita të mëdha të metaleve të rralla, pjesë të Shteteve të Bashkuara që nga rizgjedhja e tij. So there's a big difference between a geological deposit. Ekziston një ndryshim i madh midis një depozite gjeologjike që përmban shumë elementë të rrallë të tokës në tokë dhe përdorimeve përfundimtare që i shohim të kudo ndodhura në teknologjitë dhe infrastrukturat tona përreth nesh. Dhe shumë nga kjo varet nga sfidat e ndarjes, përpunimit dhe rafinimit të këtyre elementeve. Për shkak se termi element të rrallë të tokës i referohet 17 elementeve kimikisht të ngjashëm që janë njëri pranë tjetrit në tabelën periodike, kjo do të thotë ata janë në të vërtet shumë të vështira për të ndarë, në mënyrë që të kene një formë të pastër me përqendrime të lartë të praseodimit dhe neodimit, të cilët janë dy element që përdoren në magnete me fuqi të lartë dhe janë të vlefshëm për gjithçka, nga trenat te turbinat me erë e deri te raketat. Kjo është për shkak të sfidave, energjisë së rëndë, burimeve dhe rreziqeve të ndotjes që lidhen me rafinimin e elementeve të rrallë të tokës dhe që historikisht prodhimi është përqendruar në kaq pak vende. Shërbimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara i konsideron 50 minerale si kritike, duke përfshirë disa lloje të metaleve të rralla, nikelin dhe litiumin. Ukraina ka depozita të 22 nga 34 mineraleve të identifikuara nga Bashkimi Evropian si kritike, sipas të dhënave të Ministrisë së Ekonomisë. Kjo përfshin materiale industriale dhe ndërtimi, ferroaliazhe, metale të çmuara dhe disa elementë të rrallë të tokës. Ukraina gjithashtu ka rezerva të konsiderueshme qymyri, megjithatë shumica e tyre tani janë në kontrollin e Rusisë në territorin e pushtuar. Po pse janë të rëndësishme mineralet e rralla të tokës? 17 mineralet e rralla të tokës së bardhë në të argjend nuk janë të rralla në korën e tokës, por depozitat janë më të vështira për të gjetur dhe fakti që janë të rralla vjen në procesin kompleks për t'i ndarë ato në materialet të nevojshme për të prodhuar magnete të përhershme të përdorura në një gamë produkte shkritike. Because rare earth elements are not rare, but they have this name. Rare, right? Ashtu siç e theksova, elementet e rrallë të tokës nuk janë të rrallë, por kanë këtë emër, të rrallë. U jep atyre këtë ndjesi misteri, që të bën të mendosh ose të bësh supozimin e qartë se ata janë të rrallë, kur në fakt nuk janë. Dhe një nga arsyet pse ka qenë kaq sfiduese të diversifikohen zinxhirët global të furnizimit gjatë 15 viteve të fundit, një nga arsyet pse ka qenë kaq sfiduese për kompanitë në SBA dhe Australi, dhe madje edhe në Kanada, të vënë në punë prodhimin dhe përpunimin e metaleve të rralla të tokës, është sepse në të vërtet furnizimi global ka qenë mjaft i qëndrueshëm. Kur njoftohet për një depozit të re ose një minier të re se është gati të vihet në punë, kjo në fakt ka efektin shpesh të uljes së çmimeve globale, gjë që e bën jo ekonomike zhvillimin e depozitave të mëtejshme. Dhe kështu ka dy lloj gjërash paralele që ndodhin këtu. Ekziston realiteti i tregut, i cili me disa përjashtime po gumzhin së bashku me një furnizim të qëndrueshëm dhe të besueshëm globalisht. Por më pas keni dimensionin geopolitik, i cili karakterizohet më shumë si një përplasje për këta element që cilësohen të rrallë, kur në fakt nuk janë. For these things that are called rare, when in fact they are not. Mineralet e rralla të tokës duhet të ndërmarrin disa hapa komplekse për të përfunduar, si magnetet të përdorura në automjete elektrike dhe turbinat me erë, dy fushat kryesore që pritet të nxjesin kërkesën në vitet e ardhshme.